Përshëndes të gjithëve, mirë se vini në Radio Televizionin Ora News, jemi me lajmet e orës 20, titujt kryesor. Sulmet në Paris identifikohet e shpallet në kërkim një terrorist që mund të ketë dalë nga Franca. Sulmet e Francës ndryshojnë temën e diskutimit të G20-s, tani bisedime vetëm për terrorizmin. Reagimi i liderëve të Bashkimit Evropian pas sulmeve të Parisit, asgjë nuk do të ndryshojë me politikat e emigrantëve. Ceremoni homazh për nder të viktimave të Parisit, nesër Shqipëria në zi kombëtare. Pikpyetje për Europianin, por kapiteni i kombëtares shqiptare shprehet se kampionati do të jetë fest për të gjithë. Parisi nuk po gjen ende paqe edhe atëherë kur vendos të mos i bindet thirrjes policisë për të mos dalë në shesh në nder të viktimave. Vetëm pak minuta më parë, mijëra njerëz u larguan nga sheshi Republika në qendër të Parisit, ndërsa ishin duke bërë homazhe për nder të viktimave. Jo shumë larg nga vendi ku ndodhen sulmet e të premtes në mbrëmje, në panik, të gjithë kanë nisur të varpojnë duke kërkuar të strehohen në banesat aty pranë ose në hotele. Disa dëshmitar thanë se kishin dëgjuar të shtëna, por pas verifikimit që bëri policia, rezultoi se paniku ishte shkaktuar nga disa fishek zjarri. Eci më tej dhe mbetemi sërish në Francë. Autoritetet franceze kanë identifikuar dhe shpallur në kërkim një 26 vjeçar të dyshuar për lidhje me sulme terroriste të së premtes në Paris. Abdeslam Salah, i lindur në Francë, por me banim në Belgjik dhe me origjinë nga vendet arabe, cilësohet si shumë i rrezikshëm dhe besohet se ka arritur të dalë nga Franca. Ndaj dhe Parisi ka kërkuar bashkëpunimin e të gjitha shteteve europiane, ndërkaq që ashtu quajtura pista belge për sulmet në Paris është përforcuar pas provave se në ngjarje janë të përfshirë 3 vëllezër francez që jetonin në Belgjik. Një prej terroristëve që vranë 132 persona dhe plagosën 350 të tjerë, është larguar nga territori francez dhe me shumë gjasa ndodhet në një nga vendet europiane. Autoritetet franceze kanë dhënë alarmin në Europë, duke argumentuar se 3 prej sulmuesve ishin vëllezër me shtetësi franceze, por me banim në Belgjik. Ata kanë publikuar këtë mjet identifikimi, në të cilin duhet një 26 vjeçar me emrin Abdeslam Salah. Sipas hetimeve, njëri prej vëllezërve humbi jetën gjatë atentatit në restorantin në rrugën Voltaire. I dyti është ndaluar nga forcat policore, por më pas është lënë i lirë, ndërsa i treti që është Salah është arratisur të shtunën pas një procedure kontrolli. Menjëherë pas këtij lajmi, Belgjika e ka shpallur në kërkim ndërkombëtar. Ministri i Brendshëm francez, Bernard Cazeneuve, tha se sulmet janë organizuar jashtë vendit nga një grup individësh me bazë në Belgjik, por sipas tij ata kanë patur bashkëpunëtor edhe në Francë. Më herët hetuesit francez identifikuan një prej atentatorëve të sulmeve. Omar Ismail Mostefai, shtetas francez, 29 vjeç me rekorde kriminale, njihet për lidhjet e tij me ekstremistët. Hetuesit e kanë identifikuar pasi gjetën në qendrën e koncerteve Bataclan shenjat e tij të gishtrinjve ku 3 kamikaz hodhën veten në erë. Policia po heton edhe familjen e 29 vjeçarit me origjinë algjeriane, ndërsa babai dhe vllai i tij janë marrë në pyetje. Është çmenduri, edhe unë isha në Paris të premten në mbrëmje dhe e pash terrorin, tha vëllai i Mustefait për AFP-n përpara se të ndalojë nga policia. Ai tregoi se nuk kishte kontakte me të vëllain prej vitesh për shkak të konflikteve familjare dhe se ishte habitur kur kishte mësuar se ishte bërë pjesë e ekstremistëve. 29 vjeçari ishte përfshirë në disa krime të vogla, por nuk ishte dënuar asnjëherë. Sipas forcave të sigurisë, ai ishte radikalizuar në 2010-ën, por nuk ishte përfshirë në asnjë hetim për akuzën e terrorizmit. Prokurorët po hetojnë nëse Omar Ismail Mostefai ka qenë apo jo në Siri në 2014-ën, ku mund të ketë krijuar kontakte me militantët e Shtetit Islamik. Ndërkohë, policia ka gjetur një makinë SAA të zezë në lindje të Montrejt me armatime të rënda. Dyshohet se ajo u përdor nga terroristët që kanë hapur zjarr në restorantet dhe baret e Parisit. Po ashtu hetuesit po hetojnë nëse 3 personat e arrestuar në Belgjik kanë lidhje me terroristët, pasi ka dyshime se ata mund të kenë qenë në mesin e atentatorëve që mundën të shpëtojnë. 3 grupe terroriste sulmuan Parisin në 6 vende të ndryshme, duke shkaktuar të paktën 132 viktima dhe mbi 350 të plagosur. 7 prej terroristëve vdiqën gjatë sulmeve. 6 hodhën veten në erë, kurse njëri prej tyre u qelluan nga policia. Ndërkohë, mediat serbe kanë publikuar foto në një tjetër terroristi që ka hedhur veten në erë në sulmet e Parisit. Sipas tyre, Ahmet Al Muhamed, 25 vjeç, ka hyrë në Francë pak ditë më parë, pasi ka ndjekur rrugën Greqi, Maqedoni, Serbi, Kroaci, Austri, Francë. Në 7 tetor ai është regjistruar në qendrën e pritjes në Preshev, ku ka aplikuar edhe për azil. Një ditë më parë, autoritetet greke raportuan se një emigrant sirian ishte një prej atentatorëve të Parisit.
Media serbe kanë publikuar foton e një terroristi të dytë që besohet se ka hedhur veten në erë gjatë sulmeve në Paris. Sipas gazetës Blitz, Ahmet Al Muhamed, 25 vjeç, ka hedhur veten në erë në sallën e koncerteve në Bataclan. Ai kishte mbërritur me një tjetër terrorist nga Siria, duke ndjekur rrugën Greqi, Maqedoni, Serbi. Pas që u regjistrua në ishullin grek të Leros më 3 tetor, ai vijoi më pas rrugën drejt Maqedonisë dhe më 7 tetor hyri në Serbi dhe u regjistrua në qendrën e pritjes në Preshev. Pasi aplikoi për azil atje, ai vijoi sërish rrugtimin për në Kroaci dhe më pas në Austri. Sa kaq, prokurorët francezë konfirmojnë se kamikazët dhe sulmuesit ishin ndarë në 3 ekipe, duke kryer sulmet më të rënda dhe aktet më të dhunshme që prej luftës së dytë botërore në Paris. Shenjat e gishtave treguan se 2 prej terroristëve kishin arritur në Bashkimin Evropian si refugjat nëpërmjet Greqisë. Një pasaport e gjetur pranë trupit të njërit prej sulmuesve në afërsitë të stadiumit Stade de France, i lindur në 1990-ën, tregonte se personi kishte kaluar ishullin Leros më 3 tetor. Nikos Toskas, zëvendës ministri i brendshëm në Greqi, tha se i dyshuari është identifikuar si refugjat sipas rregullave të Bashkimit Evropian gjatë kalimit të tij në Greqi, por nuk dihet nëse ai është kontrolluar sërish gjatë rrugës së tij drejt Francës. Sulmet që tronditën Parisin ndryshuan temat e diskutimit dhe sjelljen e liderëve në samitin e 20 vendeve më të industrializuara të botës. Fokusi u vendos te terrorizmi dhe nevoja e bashkëpunimit për ta luftuar. Ky qëllim i përbashkët ka bashkuar presidentin e Shtetet e Bashkuara të Amerikës Barack Obama dhe atë rus Vladimir Putin, të cilët patën një takim kok më kok gjatë punimeve të samitit. Ka nisur me 1 minutë heshtje në nder të 132 viktimave të Parisit, samiti i G20-s që po mbahet në Antalya të Turqisë. Në të marrin pjesë lider botror si presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Barack Obama, presidenti i Rusisë Vladimir Putin, kancelarja gjermane Angela Merkel dhe kryeministri i Britanisë së Madhe David Cameron. Si pasojë e kësaj ngjarje të rëndë që tronditi mbar opinionin publik, liderët botror kanë rënë dakord të përforcojnë kontrollet në kufi dhe të shtojnë masat e sigurisë në aeroporte. Presidenti amerikan Barack Obama dhe i rus Vladimir Putin, të cilët janë pikasur teksa bisedonin të veçuar me njëri tjetrin, do të fokusohen në gjetjen e një rrugëzgjidhjeje ndaj kërcënimeve dhe akteve terroriste të Shtetit Islamik. Do të fokusohen në gjetjen e një rrugëzgjidhjeje ndaj kërcënimeve dhe akteve terroriste të Shtetit Islamik. Franca, e cila u godit nga sulmi i fundit i militantëve të ISIS, që shkaktoi vdekjen e 132 personave duke plagosur 350 të tjerë, është e përfaqësuar në këtë samit nga ministri i jashtëm Laurent Fabius, pasi presidenti François Hollande nuk mori pjesë për shkak të akteve të terrorit në Paris. Sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon përshëndeti angazhimin e vendeve të G20-s për t'i dhënë fund luftës në Siri, ndërsa presidenti i Këshillit Evropian Donald Tusk deklaroi se Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Rusia duhet të bashkëpunojnë në luftën ndaj Shtetit Islamik, duke i kërkuar Rusisë që të fokusohet tek radikalet islamik dhe jo tek opozita siriane. Rusia ju bashkua luftës ndaj ISIS 1 muaj më parë, por sulmet ajrore të tyre kanë goditur më shumë zonat të opozitës siriane sesa zonat të kontrolluara nga Shteti Islamik. Ndërkohë që liderët botror kanë rënë gjithashtu dakord se kriza e migrantëve duhet të përballohet në mënyrë globale. Pas kritikave të shumta që pasuan sulmet terroriste të Parisit, krerët e Bashkimit Evropian deklaruan se nuk do të ndryshojnë politikat e emigracionit. Presidenti i Komisionit Evropian Juncker dhe kreu i Këshillit Evropian Tusk thanë se jo të gjithë klandestinët që hyjnë Bashkimin Evropian janë terroristë. Jo të gjithë klandestinët që hyjnë në Europë janë terroristë dhe Bashkimi Evropian nuk do të ndryshojë politikat e tij për refugjatët. Kështu ka deklaruar presidenti i Komisionit Evropian Jean-Claude Juncker pas dyshimit se njëri prej terroristëve që kryen sulmet në Paris kishte hyrë në Europë si emigrant. Ne nuk duhet të përziejmë kategoritë ndryshme të njerëzve që vinë në Europë. Ai që kreu sulmet në Paris nuk është një azilkërkues, refugjat apo klandestin. Ai është thjesht një kriminal, deklaroi Juncker, duke u bërë thirrje të gjithë atyre që po përpiqen të ndryshojnë agjendën europiane të klandestinëve, të bëhen serioz dhe të mos bien në këto reagime të papëlqyeshme. Kurse kreu i Këshillit Evropian Donald Tusk tha se ka ardhur koha për veprim, pasi fjalët janë të pamjaftueshme. Të premten Parisi dhe parizianët u sulmuan nga terroristët. Ne kemi shprehur solidaritetin ton, por fjalët nuk mjaftojnë.
Duen veprime. Kam folur në telefon me presidentin François Hollande, I cili tha se Franca po pret pikërisht këtë, veprimin. Të gjithë vendosmërinë tonë kundër terrorizmit do ta shprehim edhe në samitin e G20-s, deklaroi Tusk, duke shprehur domosdoshmërinë e bashkëpunimit mes Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Rusisë në luftën kundër Shtetit Islamik në Siri dhe Irak. Presidenti Bujar Nishani ka organizuar një ceremoni homazh në nder të viktimave nga sulme terroriste në Paris. Kreu I Shtetit Shqiptar shprehu ngushëllime ndaj popullit francez, ndërkohë tha se Shqipëria do të jetë për krah aleatëve në luftën kundër terrorizmit. Presidenti Bujar Nishani ka organizuar një ceremoni përkujtimore në nder të viktimave që humbën jetën nga akte terroriste në Francë. Në ceremoninë homazh morën pjesë ambasadorët e vendeve të Bashkimit Evropian, ambasadori I Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Lu, kryetari I Kuvendit Ilir Meta, kryetari I opozitës Lulzim Basha, kryebashkiaku Erion Veliaj, politikan dhe intelektual shqiptar. Presidenti Nishani shprehu ngushëllime për popullin francez, duke theksuar se Shqipëria do të jetë në krah të aleatëve në luftën kundër ekstremizmit dhe terrorizmit. Shqipëria do vazhdojë të qëndrojë në krah të Francës, popullit francez, në krah të gjitha aleatëve të saj, në këtë betejë e cila do të ketë padyshim vetëm një fund. Fitohen e civilizimit mbi barbarinë, triumfin e lirisë mbi dhunën dhe ekstremizmin. Ambasadori I Francës, Bernard Fitoussi, falenderoi Shqipërinë për solidarizimin në këto ditë dhimbje dhe zije për popullin e tij. Le peuple français est en deuil. Il pleure ses morts de très nombreux jeunes. Populli francez është në zi, ai që janë të vdekurit, të cilët shumë prej tyre ishin të ri. Mendimi ynë shkon për familjet e viktimave, shkon për të plagosur. Por dhimbja jonë qetësohet kur një popull mik na zgjat dorën e miqësisë. Ngjyrat e flamurit francez në fasadën e presidencës dhe kryeministrisë janë homazhi më I bukur që ju I bët viktimave. Janë homazhi më I bukur që u bëni vlerave që ndajmë bashkë, lirisë, barazisë, vllazërisë. Shqipëria është gjithashtu për krah Francës dhe popullit të lirë kundër barbarëve që shkaktuan këtë tragjedi. Contre les barbares sans foi ni loi. Në nder të viktimave që u vranë nga sulme terroriste në Paris, Shqipëria ka shpallur ditë zije 16 nëntorin, ku të gjitha institucionet shtetërore do t'ulin flamuri në gjysmë shtiza. Kampionati Europian rrezikon të mos zhvillohet në Francë, ka qenë vetë presidenti I Federatës Franceze të futbollit Noël Lagrat që ka shprehur shqetësimin e tij për mbarvajtjen e kampionatit Europian, duke deklaruar se pas ngjarjeve që ndodhen në Paris, rreziku shtohet ndjeshëm pavarësisht masave të sigurisë. Masakra që ndodhi në Paris, ku humbën jetën 129 persona dhe 352 të tjerë u plagosën, prej të cilëve 99 ndodhen në gjendje kritike për jetën, ka vendosur në rrezik edhe zhvillimin e kampionatit evropian. Ka qenë vetë presidenti I Federatës Franceze të futbollit Noël Lagrat, që gjatë një interviste për mediat vendase ka konfirmuar se pas asaj çka ndodhi, alarmi është I madh në lidhje me kompeticionin që do të mbahet në verën e vitit 2016 pikërisht në Francë, aty ku për herë të parë do marr pjesë edhe kombëtarë shqiptarë. Janë marrë masat e konsiderueshme, por e pam të gjithë që terrorizmi mund të godasë në çdo moment. Ishim të shqetësuar që përpara kësaj ngjarjeje makabre, dhe tani jemi akoma edhe më shumë. Mendimi im shkon për familjarët e viktimave. Deklaroi numri 1 I futbollit francez për të përditshmen l'ekip. Në këtë mënyrë, presidenti I Federatës Franceze nuk e përjashton mos zhvillimin e kampionatit evropian në Francë, duke shprehur haptas I shqetësimin e tij për mbarvajtjen normale të këtij eventi. Gjatë kampionatit evropian pritet që Francën ta vizitojnë mijëra tifoz nga vende të ndryshme të Europës, dhe lëvizjet do të jenë të shumta ku aeroportet si zakonisht do të pushtohen nga valja e konsiderueshme e njerëzve, diçka që fatkeqësisht e shton rrezikun e sulmeve terroriste. Për më shumë që 3 shpërthimet e para ndodhen pranë Stade de France, madje një nga terroristët tentoi të futej edhe në stadium. Pas akteve terroriste në Paris, kapiteni kombëtares shqiptare Lori Kecana, megjithëse pranoi se rreziku do të jetë I pranishëm edhe në Europian, shprehu bindjen e tij personale se ky event nuk do të paraqesë probleme dhe do të shndërrohet në një festë për të gjithë. Aktet e dhunshme terroriste që goditën Parisin nuk mund të mos përfshinin një njeri që është rritur në rrugët e kryeqytetit francez si Lori Kecana. Kapiteni I kuqezimve megjithëse pranoi se rreziku I akteve të tilla do të jetë I pranishëm edhe në Europian, shprehu bindjen se ky kompeticion do të jetë një festë e madhe, duke përforcuar edhe mesazhin që Shqipëria do t'i përcjellë Europës në këtë event. Për evente të tilla besoj jemi gjithë të mendimit që nëse individ të tillë ndojnë me bë diçka shumë vështirë për t'i ndalur.
Kjo e bën një shënjestër çdo lloj eventi të madh dhe çdo lloj manifestimi dhe rreziku gjithmonë është i pranishëm. Kjo nuk duhet neve të na ulë entuziazmin tonë, mënyrën e tjetër, ideat tona, parimet tona për të vazhduar përpara dhe jam shumë i sigurt që evropiani do jetë një festë jashtëzakonshme jo vetëm e Evropës, por e vlerave të sportit dhe të vëllëzrimeve mes gjithë popujve. Jemi një mesazh i jashtëzakonshëm jo vetëm për Evropën, por për botën, që do shkohemi me djem që me 3 feja të ndryshme. Ndërkohë që trajneri Gianni De Biasi u fokusua tek takimi miqësor ndaj Gjergjisë, duke theksuar se kjo sfidë do të shërbejë si një test për lojtarët e kombëtarës kundër një kundërshtari që gjithnjë i ka hapur probleme në Shqipërisë. Sarà anche un test per i ragazzi perché avremo solo esclusivamente oggi per Do të jetë një test për të gjithë lojtarët, sepse Gjeorgjia mund të konsiderohet edhe si mace e zezë për ne. Do kërkojmë që të rrithemi më shumë edhe si mënyrë loje, por edhe në planin e bashkëpunimit mes lojtarëve. Nëse më pyesni pse arritëm të siguronim vetëm miqësorën me Gjeorgjin, përveç Kosovës, ju them se kombëtarët e forta si Franca nuk duan të luajnë me ne, sepse i mposhtim gjithnjë dhe kështu nuk është aq e bukur për ata. le squadre forti tipo la Francia non vogliono giocare con noi perché sennò le battiamo sempre, quindi diventa una cosa brutta per loro. Ne luajmë gjithnjë me mendimin për të sulmuar, por ka raste që duhet të mbrojnë si pasojë e lojës së kundërshtarit. La nostra idea di gioco è stare in attacco, di far tanti gol, però spesso e volentieri ci sono gli altri che sono leggermente magari più bravi di noi. Takimi miqësor mes Shqipërisë dhe Gjergjisë do të shërbejë edhe si një ndeshje lamtu mirë për tempullin e futbollit shqiptar, stadiumi Qemal Stafa, pasi në muajin janar do të fillojë puna për ndërtimin e arenës kombëtare. Insight nga Mimoza Picari ju sjell sonte në fund të këtij edicioni një paraqitje të raporteve të vështira mes kryeministrit Edi Rama dhe aleatit të tij kryesor në qeverisje Ilir Meta. Shpërthimi i çështjes Dia dhe insistimi i kryetarit të kuvendit për impulse të reja në qeverisje që vijuan me dorëheqjen e ministrit të Lëvizjes Socialiste për Integrim Nasip Naço, me shqetësimet e zotit Meta për ekonominë dhe me një paqe të sforcuar mes kryeministrit dhe kryetarit të kuvendit në pritje për shkeljen e armëpushimit ndoshta të përkohshëm mes tyre. Gjithçka në fund të këtij edicioni në Insight nga Mimoza Picari. Debatet e hapura që i paraprin zgjedhjes së drejtuesit të ri të Forumit Rinor, Partia Demokratike i ka çelur nga Vlora. Kryedemokrati Lulzim Basha, duke folur para demokratëve vlonjat, nuk i shmangu akuzat për qeverinë, duke theksuar se ka zhytur vendin në varfëri dhe korrupsion. Basha tha se në vetëm një muaj në forum janë antarësuar 21.000 të rinj, të cilët sipas tij vinë me bindjen për të ndryshuar fatet e vendit. Partia Demokratike nisi nga Vlora debatin që i paraprin zgjedhjes së kreut të ri të Forumit Rinor të kësaj force. Takimi i të rinjve demokrat ka nisur me 1 minutë heshtje në nderim të viktimave nga sulmet terroriste në Francë. Në vetëm një muaj, Basha tha se Partisë Demokratike ju bashkuan 21.000 të rinj, dhe kjo sipas tij jo vetëm për të qenë thjesht antar të Forumit Rinor, por për të marrë në dorë fatet e vendit të cilat po në përkëmben nga mazhoranca Rama Meta. Nuk hape negociatë, nuk përparon vendit, por vetëm fundoset me krimin e ngritur sistem, me pushtetin e veshur me krim, me drogë, me narkotrafik, me përfshirje drejt për drejt të vetë ministrit brendshëm. Nuk hape negociatë, nuk qas njëri në Europë, me blerje votash, me rrethim dhe shkatrim të zgjedhjeve. Nuk hape negociatë, nuk merr frym ekonomia, por vetëm gremiset në korrupsionin gjigant, dogana, tatime, tendera, koncesione, në investime luksi. Kryetari i Partisë Demokratike garantoi të rinjt në gjithë vendin se gara për kreun e Forumit Rinor nuk është e paracaktuar. Vota është jo vetëm forca, por dhe kushti i demokracisë në vend dhe në Partinë Demokratike. Ndaj do vendos me votë. Prandaj asgjë nuk është e paracaktuar. Prandaj askush nga kandidatët nuk ka mbështetje veçantë dhe të gjashtë kanë mbështetje të plotë për të garuar e për të fituar besimin tuaj. Kryetari i ri i Forumit Rinor Demokrat do të zgjidhet sipas parimit një antar një vot pas 20 debatesh që do të zhvillohen në të gjithë vendin ndërmjet kandidatëve. Koço Kokdhima kërkon emra të rinj në krye të degëve të Partisë Socialiste në Rethe. Duke folur pas një takimi me strukturat e Partisë Socialiste në Vlorë, i dërguari Selis Roz për Jugun tha se degët kanë nevojë për energji të reja.
Në një kohë kur Partia Socialiste pritet të mbledhë asamblen kombëtare për të përcaktuar hapat konkret që do të ndiqen për ristrukturimin e kësaj force politike, i deleguar për zonën e Jugut deputeti Koço Kokdhima ka kërkuar që ky proces të sjellë emra të rinj në kryetarët e degëve. Pas një mbledhjeje me strukturat e Partisë Socialiste në Vlorë, Kokdhima tha se degët kanë nevojë për energji të reja. Bëhen zgjedhjet një në organizatat socialiste, pastaj edhe në asamblen socialiste. Ka plot djemë dhe vajza që janë shumë të aftë për të drejtuar Partinë Socialiste të Vlorës. Këto janë çështje, mendoj, të cilat nuk mund t'i predikojmë që tani. Ne mund të flasim për kritere, por s'mund të flasim as për emra, as për moshë. Deputeti Kokdhima tha se Partia Socialiste është angazhuar për të rritur numrin e antarësisë së saj. Momentalisht janë duke u bërë antarësime të reja. Kjo reformë sigurisht që e ka një nga objektivat e saj dhe për të rritjen numerike të Partisë Socialiste, ashtu siç ka në fokus një përmirësim rrënjësor në strukturën sociale të vetë organizatave. Pjesë e riorganizimit të Partisë Socialiste nuk janë vetëm zgjedhjet në forume drejtuese, por edhe përmirësimi i debatit politik si dhe rritja e pjesëmarrjes së grave dhe të rinjve në strukturat bazë drejtuese. Ecuria e bursave dhe rënja e kërkesës nga biznesi ka rrëzuar euro në tregun ton valutor. Moneda europiane këmbehet me 138.3 lek, niveli më i ulët që prej korikut të vitit 2012. Euro ka pësuar një tjetër rënje në tregun ton valutor duke zbritur në nivelin më të ulët që prej korikut të vitit 2012. Sipas kursit të Bankës së Shqipërisë, moneda europiane shkëmbet aktualisht me 138.3 lek, ndërsa dollari është fuqizuar sërish duke u këmbyer me 128.4 lek. Dy janë arsyet kryesore të dobësimit të fortë të euros. Së pari është rënja në tregjet financiare ndërkombëtare. Në bursa, moneda europiane shkëmbet me $1.07, niveli më i ulët në 6 muaj. Faktori i dytë është kërkesa e ulët në tregun e brendshëm, për shkak të ngadalësimit të importeve dhe të kurjes së aktivitetit tregtar nga masat e forta të operacionit anti-informalitet. Sipas të dhënave të Institutit të Statistikave, në shtator importet të tkurën me 7%, kundrejt e njëjtës periudhë të një viti më parë. Një euro e dobët favorizon të gjithë ata që kanë kredi në këtë monedhë, pasi do të paguajnë më pak për këstet mujor. Gjithashtu dhe importet vinë me kosto të ulët, çka paralajmëron ulje të çmimeve në treg. Nëse kjo situatë zgjat në kokë, përfitime ka edhe qeveria, pasi do të paguajnë më pak për interesat e borxhit të jashtëm, ndërsa me humbje dalin eksportuesit, norma e fitimit të së cilëve do të pësojë rënje. Marrëdhëniet e vështira mes kryeministrit Edi Rama dhe aleatit të tij kryesor në qeverisë Ilir Meta vinë në këtë momente në Inside nga Mimoza Picari. Bashkë ndajemi këtu.